Sezoni 4 i Big Brother VIP Kosova pritet të nisë me ndryshimin më të madh që nga fillimi i formatit. Për herë të parë nuk do të ketë një duo opinionistësh mashkull-femër, por dy opinionistë femra, njërisi që ka ndezur kurreshtjen e publikut që në fazën përgatitore të spektaklit. Bëhet fjalë për dy personazhe aktiv në reality show. Në 3 sezonet e para, publiku ishte mësuar me një opinionist mashkull që sillte debatin e drejt për drejt dhe një opinioniste femër që vendoste ekuilibrin emocional e analitik. Por këtë vit, produksioni ka vendosur të thyej traditën duke krijuar një panel tërësisht femëror, një lëvizje e guximshme për një format aq të ndjekur sa Big Brother VIP Kosova. Burime pranë produksionit tregojnë se ideja ka ardhur si rezultat i dinamikave sociale që fituan terren gjatë sezonit të kaluar, ku analiza e sjelljeve, marrëdhënieve dhe debateve mes banorëve shpesh merrte ngjyrime më të thella dhe më emocionale, element ku zëri opinionistëve femra u pasi më i goditur dhe më afër pritshmërive të publikut. Produksioni beson se 2 gra me personalitete të ndryshme, por po aq të forta, do të sjellin analizë më të thellë emocionale, debat më të sinqert dhe të drejtë për drejtë, perspektiva të ndryshme mbi marrëdhëniet, konfliktet dhe strategjitë e lojës, më shumë intimitet dhe nuanca në trajtimin e situatave të banorëve. Kjo lëvizje konsiderohet jo vetëm moderne, por edhe një hap drejt përfaqësimit më të gjerë të zërave femëror në televizionin e madh. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.